A duhet një revolucion të ketë një ngjyrë? A është revolucioni i flamingove në Shqipëri një përpjekje e vonuar për t'i dhënë fund postkomunizmit të përhershëm, që prej muajit maj flamingoja roz është kthyer në simbol të një rezistence paqësore, të udhëhequr kryesisht nga të rinjt kundër një resorti luksoz të mbyllur, të mbështetur nga Ivanka Trump dhe Jared Kushner. Por ajo simbolizon edhe faktin se shumica e shqiptarëve do të mund ta shohin këtë resort vetëm për te gardhit, duke marrë një vështrim të shkurtër të asaj që nuk do ta kenë kurrë. Shqiptarët kanë kaluar për dekada të tëra në anën tjetër të gardhit, duke parë se si jetonin të tjerët. Kështu ishte periudha komuniste në më shumë se një kuptim. Perëndimi ishte i parritshëm, ndërsa udhëheqësit komunistë jetonin në një lagje të ndaluar për qytetarët. A revolucion apo jo? Në Shqipëri po zhvillohet një përplasje mes rendit të vjetër dhe atij të ri, si edhe me zakoneve të këqija që i kanë mbijetuar rënies së sistemit një-partjak. Përplasja më e madhe lidhet me pyetjen se si duhet të jetë Shqipëria, e cila më në fund ndodhet pranë anëtarësimit në Bashkimin Evropian, kur të arrijë atë që ka qenë një përpjekje më shumë se 100 vjeçare për të dalë nga periferia. Në vitin 2024, zonja Trump dhe zoti Kushner zbarkuan nga jahti një miku dhe zbuluan ishullin kryesisht të braktisur të Sazanit, si edhe zonën bregdetare të mrekullueshme të Zvërnecit, të cilat i panë si një Shangri-La moderne. Sazani, ishulli vetëm i Shqipërisë dhe habitati flamingove e shumë llojeve të tjera të faunës, është një ishbazë ushtarake e ndërtuar nga regjimi komunist me ndihmën e Bashkimit Sovjetik. Më pas, në fillim të vitit 2026, mbërritën autokolonat me SUV të zinj dhe u shpall një projekt gjigant turistik në një zonë të mbrojtur. Në maj erdhën buldozerët dhe megjithse protestuesit u përballën me dhunë, ata nuk u tërhoqën. Në disa ditë numri i tyre ka arritur në 10 mijëra. Kryeministri Edi Rama me një ton kryesisht arrogant fillimisht tha se protestat nxiteshin nga iranianët, më pas fajsoi algoritmet e rrjeteve sociale, por refuzoi të pranonte se kundërshtarët e projektit kishin argumente të vlefshme. Këtë javë ai solli në Tiranë reperin Kanye West, i njohur si Ye, me shpresën për të tërhequr vëmendjen nga protesta. Protestuesit bashkohen nga motive të ndryshme, disa kundërshtojnë projektin për arsye të drejtë për drejta, duke besuar se toka është përvetësuar në mënyrë të dyshim dhe se pronarët e vërtet janë mashtruar nga gjykatat korruptuara dhe oligark që kanë përdorur dokumente pronësie të falsifikuara. Pronësia mbi tokën mbetet një çështje e paqartë në Shqipëri për shkak të trashëgimisë së shtetëzimit komunist. Të tjerë kundërshtojnë sinqerisht faktin që pronarët të huaj po marrin në kontroll atë që konsiderohet rajoni më i çmuar i Shqipërisë, ndërsa pjesa më e madhe e protestuesve kundërshton demokracinë thellësisht të mangët të vendit, korrupsionin, një kryeministër që ndodhet në mandatin e 4 dhe liderin përçarës të opozitës Sali Berisha, i cili që prej humbjes së pushtetit në vitin 2013 ka refuzuar me këmbgulje t'u lërë vendin brezave më të rinj. Dy çështje madhore shqetësojnë shqiptarët dhe për këto mbajnë përgjegjësi figurat dominuese të politikës. Rënia e popullsisë është një problem serioz, pasi të rinj dhe njerëzit e arsimuar janë larguar në numër befasues. Ndërkohë, kur Shqipëria nisi daljen e saj kaotike nga komunizmi, regjimi la pas vetëm një pasuri të çmuar, një vijë bregdetare të Adriatikut kryesisht të paprekur. Më shumë se 30 vjet më vonë, kjo pasuri është dëmtuar rënd nga zhvillimet e pakontrolluara dhe pa planifikim. Dorëzimi i kësaj zone në duart e oligarkëve përmes asaj që shumë e konsiderojnë marrëveshje të fshehta për shumë qytetarë ka kaluar çdo kufi. Nga ana tjetër, zoti Rama e sheh këtë investim si një katalizator që mund të nxjisë ndërtimin e më shumë resorteve me 5 yje dhe ta bëjë Shqipërinë më në fund një destinacion të marrë seriozisht nga bota. Po të kishin ardhur zonja Trump dhe zoti Kushner 10 ose më shumë vite më parë, situata do të kishte qenë ndryshe. Shqipëria atëherë po ofronte pasuri publike për €1 në kërkim të investitorëve serioz të huaj. Në atë kohë askush nuk donte të sfidonte SBA-t apo partnerët e tyre nga Katari. Njerëzit mund të bindeshin lehtësisht se një hotel do të ndryshonte gjithçka. Me shumë gjasa askujt nuk i interesonin flamingot atëherë, por këtë herë kanë ardhur tepër vonë. Sa i përket presidentit Donald Trump dhe lëvizjes së tij MAGA, ato konsiderohen toksike në pjesën më të madhe të Europës. Shqipëria ishte bastioni i fundit ku bindja pothuajse e pakushtëzuar ndaj SBA-ve shihej si një simbol nderi. Tani gjërat kanë ndryshuar dhe emri Trump shoqërohet me polemika. Protestuesit i drejtohen Europës dhe autoriteti rregullator i Bashkimit Evropian për standardet mjedisore është bërë pjesë e përpjekjes së tyre për të bindur Europën se Shqipëria i përket asaj. Ka qenë një pritje shumë e gjatë. Në fakt është merit e zotit Rama që shqiptarët sot mund të shohin një të ardhme ndryshe. Shkruan Robert Austin nga The Globe and Mail.